Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Në këtë takim kam kënaqësinë e madhe të tregoj një histori që rrëfehej dikur vetëm përmes dosjeve ose qëndronte e mbyllur aty derisa Shqipëria të mund të përjetonte një farë lirie, bashkë me të edhe personazhi që kam ftuar sot në këtë tryez diskutimi. I mbijetuari i vetëm i familjes Sejko. Prakisht falenderoj shumë që je këtu. Është një fat i madh të të kem në këtë tryez diskutimi, po njëkohësisht dua të kërkoj falje nëse do të bëj që të kujtosh disa histori të trishta. Faleminderit mirë që më ftove. Ajo është e gjitha shita ime. Të vërteta, dhe me qënë se e nisa si thuaj se jetën tuaj të mbyllur në dosje për shumë vite, midis sekreteve që krijonte ai regjim, midis terrorit e gjithë shkaja, ju mund të t'i hapnit këtë dosje vetëm pas largimit tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur vërtet ju jeni ndjer i lirë. Po si e kuptuat jetën tuaj, se është ndryshe ta jetosh dhe është ndryshe të ta përshkruaj një sistem i cili thuajse të ka marrë gjithçka. Si jeni ndjerë kur është hapur dosja? Dosjet i kam marrë kur kanë shkuar te autoriteti dosjeve. Më thënë, duhet të ketë qenë 2016, 2017, diçka e tillë, nuk e mbaj më mirë tani. Dhe aty jo vetëm që pam se çfarë ishte shkruar e çfarë ishte të gjitha ishin të rregulluara, nuk diskutoj. Edhe imja që për atë mund të flas vetë se e di. Edhe e vllajt, edhe e babait, edhe mamaja shkroi gjitha ato fletore para se të priste veten, ishin në formë traktesh, të cilat i shpërndau në berat. Tani tek autoritetet dosjeve kërkojnë ti trajtojnë si ditare. Po ditari nuk shpërndahet. Ditari është ditar, është për personin që e shkruan. Ato janë trakte. Dua të nis këtë rrëfim me fëmirin tuaj. Si ka qenë fëmiria juaj edhe kur ishte momenti që e gjithë jeta mori një kthes? Kam lindur në 15 gusht 1948, kam lindur në Tiranë dhe fëminia ishte si gjithë fëmijëve tjerë, gjithë ditën dilnim për jashtë, losnim, sidomos kur ishim në lagje atje ku kam jetuar tek rrugat e Ftatashko, me ata shokët e klasës fillore, edhe sot kemi takohemi. Mbaj mend që kur do ikte në Moskimat, më ka marrë dhe mua me vete në aeroport për ta përcjell. Dhe mbas atij iku dhe mamaja, dhe mamaja erdhi në gusht të 57-ës, erdhi në të njëjtën ditë me dajen që mbaroi studimet në Rusi për inxhinier nafte dhe u kthye në Shqipëri. Kurse babai u kthye, nuk e mbaj mend shumë mirë, në ndorë dhjetor i 59-ës. Dhe u emërua, me njerë sa po erdhi, u emërua komandanti i bazës detare të Traktatit Varshavës në Vlorë. Në mars kemi ikur nga Tirana dhe kemi vajtur në Vlorë. Në Vlorë kemi jetuar në një shtëpi që quhej shtëpia e Çifutit, që ja kishin marrë Çifutëve që jetonin në Vlorë, dhe në Vlorë Vlora më ka pëlqyer gjithmonë, më pëlqen dhe sot. Ishte qytet shumë i mirë, kemi kaluar shumë mirë deri në 28 korrik të 6 jetës, bile në 59-ën i binte që ishte tamam dhe dita e lindjes time, ishte dhe festë e Marinës, në 15 gusht bëje festë e Marinës, dhe mua më ka marrë me vete dhe kam fjetur atje bile në Sazan, kur u bë gjitha festa. E mbani mend si një nga ditët e bukura të jetës. E mbaj mend shumë mirë.
ndodhi historia e Ilmi Seitit dhe babai ime ka pasur shok të ngushtë sepse janë rritur bashkë në konviktin Çamëria dhe për konviktet e tjera kur ishin në shkollë të mesme. Dhe kur ai vdiq, babai im ka vajtur me urgjencë në Shkodër. Kur ka ardhur nga Shkodra, ka ardhur me gjithë mamar në dhomën tonë. Flinja unë me tim vllaun, isha i zgjuar. Sa vjeç ishit ju atëherë? 56 vjetë, unë si kisha mbushur 12. Okay. Ndërsa vllai më i vogël? 10 vjetë. Asa ishte mbushur 10. Dhe ka shprehur dyshime dhe tia për vdekjen e Ilmit. Edhe gjatë rrugës shikonte që një makinë ndiqte. A kishte dyshime në këtë periudhë në një farë mënyre pas asaj që kishte ndodhur me Ilmi Seitin, në kuptimin që kishte frikë për atë që mund të ndodhte? Asnjë dyshim, as më të voglin dyshim nuk ishte. Dhe vetëm atje kur e ndiqnin brapa kush e di. Vetëm këtu filloi të kuptonte. Nuk i shkoi në mendje asnjëherë se po e ndiqnin në fakt bëra. Po e kuptoj që dikush po e ndiqte. Dhe erdhëm në Tiranë në 28 korrik, shkoj në punë si zakonisht. Dhe nga ora 11 e mëngjesit vinë 2 veta si që visheshin ata sigurimqet me kostume gri dhe me kasketa. Dhe unë e vllai ishim po luanim te veranda me letra, kalonim kohë. Dhe vinë ata, ngjiten lart, dhe na pyesin ku është mamaja, ja treguam dhomën ku ishte mamaja, futën brenda, dhe vetëm kur dëgjojmë ulërimin e mamas, nuk po merrnin vesh çfarë kishte ndodhur. Ata kontrolluan shtëpinë si e kishin si zakon atë që ta kontrollonin shtëpinë edhe pse e dinin që ai s'kishte bërë asnjë. Dhe morëm vesh që babai ishte arrestuar në 19 në zyrën e Beqir Mallukut. Në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë, në Elbasan ishte arrestuar Tahir Demi dhe në Shkodër ishte arrestuar Xhaxhai Taoseiko. A mendoni se ka qenë si thuash një plan ose një komplot i pushtetit asaj kohe për të gjetur një individ dhe për ta bërë si thuash kurbanin e gjithë asaj që do të vinte pas në lidhje me çamët edhe me pa diskutim edhe me këtë shprehjen që na mbeti për vite të tëra çami pa besë. Tani me çfarë ndodhi me Ilmiun dhe me çfarë kuptoj unë tani, detyra ju ngarkua Ilmiut që ta merrte. Por Ilmiu nuk pranoi sepse Ilmiu ishte i zanatit, i asaj pune, ishte studiuar në Rusi në Bashkimin Sovjetik për atë punë. Kurse baban e arrestuan dhe e vënë para faktit të kryer. Por unë mendoj që përveç shumë gjërat të tjera, ai unë si azë do të në goja ti, Dulla, ky ju dha fjallën grekve, demokratëve grek që do t'ju japë 800 burra çamë që të ftojnë për ju, dhe çamët nuk pranuar, sepse po të shkonin me flamurin shqiptar, do kishin shkuar, po të shkonin me flamurin grek, ata do ndeshin shkonin. Të gjithë ata përfunduan në përbulgje dhe në për kampe internimi, ose duke punuar në tarjen e kënetave, në Mali, në Bedet. Kështu që është i si një nga momentet kyçe se thuash që e ka shtyrë. Para një 2 muajve, RTS-ja bëri një program me atë duket Artur Meçollari, që ka qenë dhe komandanti i flotës mbas 90-s, dhe tregoi një fakt që unë e kisha lexuar për gazeta, po nuk e besoja. Ishte i vërtet, tregoi një fakt që ai ka shkuar ka takuar në mes të detit një anije italiane që ishte lidhur me amerikanët. Ka ndenjur për të natën atje, këta të iknin edhe të vinin të më merrin. Ai komandanti i anijes që e çoi deri atje ishte i detyruar ta shkruante në librin e anijes të parë. Ishte i shkruar. Prapë unë nuk jam 100% kjo arsye, sepse ata ja dhanë detyrën Ilmiut në fillim. Po t'ishte se doni ta
zhduknin baban tim, do ta kishin filluar me atë, jo me Hilmin. Dhe mendohet që ai e vrau atë vetëm që të bajt mos abtegojnë, të thoshte që kam shkuar jam takuar se natyrisht me ata që ka bërë takim atë ditë kanë qenë patjetër ka qenë urdhri i dullës. Si ndryshoi jeta juaj nga ajo pasdite ku luanit me vllajin tuaj në raportin që kishit pastaj me miqt, me ata që mund të kishit fshinj apo... Ishim në Tiranë deri nga fundi i gushtit dhe shkojmë në Vlorë dhe gjejmë shtëpinë e kishin kontrolluar dhe ishte rrëmuje e jashtëzakonshme. Tëra gjërat ishin hedhur në tokë. Ishin ardhur, ishte plumb Kapua, vllai i Sniut, ishte shefi i sigurimit të ushtrisë, ishte atje, kishin ardhur të bënin konfiskimin e pasurisë. Dhe mbaj mend që ai donte të na linte radion, po edhe pyeti disa herë, kjo radio është e prishur? Mamaja i tha, jo, nuk është e prishur, është e rregull. E morën dhe radion, na lanë me nga një lugë, nga një pirua, nga një mbulec, nga një jasteka, një jordan. Dhe mbas disa ditëve na hoqën që nga ajo shtëpi, na çuan në sheshin e Kateqit, kështu e kishte emrin, në një dhomë dhe me një banjo me një 3-4 familje të tjera. Kur ishte periudha e internimit pastaj? Kjo ishte përpara se të dilte në dyq. Përpara se të dilte në dyq, kemi ndenjur atje një vit, një 13 muaj duhet kemi ndenjur. Si informoheshit për gjyqin e babait? Në kuptimin si merrnit informacionet? Vetëm me radio, po nuk e dëgjova asnjëherë, edhe radio s'kishim edhe nga gazeta. Gazeta Zëri Popullit jepte për ditë zhvillimet e gjyqit. Vetëm nga gazeta? Vetëm nga gazeta. Nëna ishte më e fortë për t'i lexuar, pra në kuptimin që si e përjetonte ajo atë periudhë? Ishte asnjëherë nuk ka treguar ato që ndjente para nesh. Vetëm në moment që ajo kaloi krizë nervore ishte në momentin kur i thanë që burri është arrestuar. Dhe për disa orë nuk ka folur fare. Pastaj të nesmen mblodhi veten se kishte edhe ne. Në gjyqin e babait u dënuam dhe ne me internim. Pastaj internimi kaloi në dëbim. Nga ndryshon të internimi dhe dëbimi asë kohë? Internimi zakonisht ishte në fshat dhe nuk ishte të drejtë të lëvizje. Kurse dëbimi ishte që nuk ishim të drejtë të shkonim në Tiranë, po do jetonim në Berat. Në Berat në çuan në vend lagja Kushtrime e kishte emrin, duhet ta ketë dhe tani, dhe quheshin barangat e tërmetit. Ishin ca godina baranga, një katëshe, që ishin ndërtuar kur kishte rënë tërmeti dhe akoma banoheshin nga njerëzit atje. Gjyshi kishte një pension nga 4.200 lekë, gjitha aty harxhoheshin për ne. Për ju. Ju ishet një nxënës i mirë, ju dhe vllai juaj. Unë e them këtë sepse zakonisht çamët nga filati që kam njohur, ose kanë pasur biblioteka ose janë rritur me libra. Pra kam... Për të lexuar, kemi lexuar gjithmonë, vazhdoj dhe lexoj, jo si përpara. Duhet të them që kam qenë nxënës i mirë. Çfarë karakteri kishte vllai juaj? Ishte një njeri që revoltohej shpejt, një njeri që fliste pak, apo donte të shprehej? Ishte tipi hedhur. Vllai ishte tipi hedhur, unë isha ndryshe. Isha më i frenuar në ato veprime. Ishim në një lagje që nuk duhet ishim. Për fatin e tij të keq, ai gjeti punë në kombinat. Në kombinat njohu një vajzë, ishte 15 vjeç, dhe filluan të shoqëroheshin me njëri tjetrin. Ajo një natë në fund të prillit ka qenë, ndezi një shkrepse edhe u doq vetëm një grusht pambuk. Sa vjeç ishte? 24?
Jo, 24 nuk u bë kurrë, po e kanë arrestuar në 3 qershor të 73-shit, me njëherë pas festivalit 11, sepse pas festivalit 11, ata siç kishin edhe në veprimtari me goditje të përqendruar dhe e kaluan në degën e Prenmetbrëndshme që filluan në arrestonin njerëz dhe atje i çuan një djalë nga Kalaja që ishim rritur bashkë me ta dhe ai ishte spiuni i tij atje. Bile i dhanë dhe lejen që ai të tentonte ta ratisej, kurse ky i thoshte ik se do të arrestojnë, ik se do të s'kam bërë asgjë. Pra ta shtynte që të arratisej dhe të kishte një arsye më të fortë pushteti i kohës për ta dënuar. Pasi e shkruan skenarin ata, erdhën ka qenë ora 3 masdite në 3 qershor 73 dhe arrestuan. Ai ishte duke fjetur kur e zgjuan edhe e lidhen. Vajtit e dera. Mamaja ishte në shtëpi në atë kohë, pra ka përjetuar edhe. Ishin në shtëpi, ishte ditë e diel. Dhe më tha mamaja që kur arriti deri te dera, u kthye dhe tha që kam 2 libra këtu, çoj në bibliotekë se i mbaron afati. Ai hodoje kishte ai që më pas u bë drejtori i pasaportave në ministri, që zëvendës kryetari degës. Ai tha, ti çfarë thua, i tha, ti nuk e kupton se çfarë po ndodh me ty, s'kam bërë asnjë gjë, i tha. Fillimisht e dinim se ishte arrestuar për agitacion e propagandë. Pastaj një nga një arrestuan dhe 2 të tjerët që i gjetën në fotografi që kishte dalin vlla. Kur kontrolloi shtëpinë gjetën fotografinë atyre. Në fillim njerin, Andrea Vjeshta, pastaj Artan Qirkon në tetor. Po, kur e kishin thritër njëherë në degë Artanin, unë e kam ndaluar në atë park, ishte errësirë e madhe, bëm shumë pak muhabet dhe tha që nuk është puna mirë, sepse nuk mund t'i kundërshtojmë ato që kërkojnë. Nuk është e pamundur që t'i kundërshtojmë ato që kërkojnë. Dhe në hetësinë e mbyllën në dhjetor, na thritën neve, isha unë me maman, ishte jeme asaj vajzës, ishte babai i Artanit, që kishte dikur kishte qenë këshilltar juridik i Kadrias Biut dhe nuk e di pse i kishin sjellë në Berat. Ishin si punë, ka mundësi të ketë qenë historia e konferencës Tiranës e 56-ës, se ne i gjetëm ata në Berat kur vajtë. Dhe babai dhe vllai i Andreas ishin aty. Dhe filluan, na kishin thirrur, qëllimi i tyre i fundit ishte që ne të merrnim pjesë në gjyqjet i Shanin. Ky ishte qëllimi i tyre. Shkuat në gjyq? Deshëm të shkonim, por vajtëm një ditë përpara gjyqit, gjyqi filloi në 24 janar të 74-s, vajtëm atje tek ajo, kishte një dritare si sportel që merr një leje për të hyrë në kombinat. Jo kushdo hynte në kombinat. Dhe i tham asaj, po si ajo, hajdeni nesër se do t'ju japun leje. Vajtëm të nesërmen, ishte zhdukur, s'kishte asnjëri atje. Dhe qëllimi i tyre ishte që të na linin për jashtë ta dëgjonim në autopilot. Qëllimi i tyre që të na tureshin mileti. Pra ishte në një farë, ishte dhe autoparlanti në kuptimin që duhet të ishte një gjyq publike dhe të gjithë duhet ta dinin çfarë ndodhte me një të ri. Ishte me autoparlant, po autoparlanti ishte vetëm tek pjesa e jashtme e kombinatit, ai sheshi ku vinin autobusët. Ata nuk na lanë të futeshim brenda se e morën vesh që ne nuk do ta shanim. Po. Siç deshin ata ta shanin edhe
Unë me maman ipëm me autobusit, ikëm në shtëpi. Nuk e dëgjua. Jo, nuk e dëgjua. Dhe kisha një shok që e thritën për të ndalë të shpimtar dhe nuk doli. Dhe ai erdhi në darkë në shtëpi dhe më tha gjithçka. Po gjyshja ime sikur e parandjeu që do ta dënoj me vdekje. Ta dënojnë sa të duan, po vetëm me vdekje mos ta dënojnë. Edhe erdhi më tha mua që u dënua me vdekje. Kur iku ai, ja u thash unë, është e vetmja ditë që kanë qarë në sy tim. E vetmja ditë. Asnjë herë tjetër nuk kanë qarë në sy tim. Se çfarë bënin kur nikën në punë, nuk e di. Edhe ato fletore që ka shkruar mamaja, ose kam parë kur të shkruajnë. I ka shkruar kur... Fshehurat. Mas asaj, si duket... Të gjitha fletore... Ajo ishte ironi e fatit, pastaj kur i shpërndau ishte ironi e fatit, se ajo që 12 vjeç ka filluar shpërndante trakte për partinë, për komunistët. Dhe bile përdorte dhe të vllain e saj që ishte 8 vjeç, që ja fuste traktet në barkë për të transportuar në një bazë tjetër. Në 19 shkurt, mamaja më tha mua më përcjell deri tek autobusi. Kishte thënë njëherë ta përcjell te autobusi, edhe unë e kam përqafuar për herë të parë dhe të fundit mama. Ashtu ishte koha, nuk përqafohesh. Nuk përqafohesh. Në ato kohë, tani ka ndryshuar 100%. Dhe është më bukur kështu në fakt. Dhe më tha që po ndodhi gjë, sikur e parandjeu që do vinte dikush, po ndodhi ndonjë gjë, ju thuaj që ka ikur në Tiranë për të bler ilaçe. Edhe megjithatë, në 19 në darkë torkiti dera dhe ishte një përfaqësues i këshillit dhe një i policisë, dhe më thanë që nesër në mëngjes me maman në orën 8 do vinin këtu në polici. Edhe shkova unë vetëm, dhe ju thash që ka ikur në Tiranë, më mbajtën deri në drek, dhe më thanë shko ha drek edhe hajde prapë. Shkova të hanja drek edhe gjyshja më thotë mua, po mos ka vrarë vetën. Po të kishë vrarë vetën do më këshin quar të shikoja, i thash në... Po. Vajta prapë unë atje, në basdite, më mbajtën deri në 4 edhe ishte shkurt, ersoj shumë shpejt. Shkova në shtëpi, hangra darkën shpejt e i thash do vete ta marrë. E dija që ishte të shtëpi e shoqes ta Erdemi, në Fier, dhe dola xhiroja nga dalë kështu, mos të dyshonte njeri, dhe u afrova ku ishte stacioni ku ndalonte autobusi Urrëza Igurore te Gjashkaçi në Berat. Që një 30-40 metër larg kur ndaloi autobusi, unë vazhdova të ecja ngadalë. Kur filluan të futeshin njerëz, ja futa vrapit unë, dhe dera u mbyll mbas meje, nuk më ndoqi njeri. Zbrita në Urrëza Igurore, gjeta një makinë për në Fier, me zi e gjeta shtëpinë atyre, edhe atje ku ishte shtëpia atyre ishte një errësirë plot, s'kishte asnjë dritë. Por këta nder dhe më tha, i pyeta, ishte shumë e qetë. Në tha, shkoj në bibliotekë, kishte një gjë për të marrë, dhe ka ikur me trenin e Fierit për në Lushnjë që andej të merrte autobusin. Për të kthyer në Berat. Për të kthyer në Berat. Dhe unë fjeta atje atë natë, unë ngrita në orën 5 të mëngjesit, se s'kishte makina natën, dhe dola tek kthese Patosit, në atë kohë kishte rënë tërmeti në rabije të Tepelenës, dhe që andej nuk futej dot makina, futej që këtej nga Berati në rrugën e Përmetit, i afroi rabijes. Edhe më merr ky mua deri në kombinat, zbrita edhe hipa në autobus, edhe atje dëgjoj një
që po thoshte që filania ka vrarë veten se i vran të birin e tjera. Dhe unë isha mbrapa shoferit. Kur u afruante shtëpia kishte lëvizje. Zbrita nga autobusi unë dhe u futa e pash të shtrirë të mbuluar, e kuptova që ishte i më. Unë gjita lart me vrap, i pyeta gjyshin dhe gjyshin kur erdhi mbrëmta, edhe ka dalë që në mëngjes. Herët kishte dalë që në mëngjes. Ajo kishte shpërndar fletoret. Pastaj traktet me një fjalë dhe pastaj kishte vrarë veten. Mblodha mendjen, unë thash tani do vinë të më thresin. Kisha një fotografi të babait, e vetmja fotografi që kisha. Ma kishte dhënë edhe atë fotografi, ma kishte dhënë halla. Dhe kishte një dedikim poshtë ajo Lulos për të motrën dhe nanës për kujtim nga Moska. Se ishte herë e parë kur kishte qenë në Moskë në 46. Ekziston më kjo fotografia? Ekziston. Është një fotografi që ka dalë me një xhup me pellush këtu dhe me kokore në kokë. Dhe me atë fotografi edhe me një fotografi time në ushtar, unë ja u tregoja të gjithëve, asnjëri nuk e gjente që ishin dy njerëz të ndryshëm. Vetëm një vajzë çame në Berat, ajo tha këto janë dy njerëz të ndryshëm. Nuk është të njëjtë. Është të ngjashëm. Ai kishte një shan këtu, po e kishte të zi, unë e kam këtu, nuk e kam të zi, e kam të bardhë. Më futën tek dhoma e pritjes edhe nuk lanë asnjëri më të futej, dhe unë shikoja njerëz që vinin edhe sillnin fletore, nuk po merrnja vesh se ç'a ishte, se ç'a bëhej. Sillnin fletore vazhdimisht njerëzit, atyre që u kishte shpërndar. Ishin ato fletore që i kishte shpërndar nëna? Po, vetëm një familje nuk e dorëzoi fletoren dhe nuk e morën vesh që... Nuk e morën vesh, më ka thënë më vonë, tani para një 3-4 vjetëve që unë e kam atë fletore në shtëpi. Vërtet. Kanë qenë të detyruar këto familje që të vinin edhe dorëzonin fletoret po në atë moment? I kanë dorëzuar nga Afrika. Nga Afrika. Nga Afrika. Mos e mund ta kesh parë në një njerëz që futeu bori tyre hodhi fletorën. E gjitha ishte nga Afrika. Dhe ato fletore unë i kam kërkuar mbas 90-s me një njerëz që punonte në Shik, po më thanë që ishim të dyllosura me dyll të kuq, nuk hapeshim etj. Fati i madh ishte që atje tek ajo te autoritet dosjeve punon edhe Altin Hoxha, edhe ai bëri të pamundurën, edhe kur ika unë, më ka marrë në telefon, më ka thënë që i gjeta. Çfarë shkruante nëna në ato fletore? Ato fletore ka shkruar gjithçka, kryesisht ishin për tim vlla, që e kanë dënuar kohët e të tjera, dhe pjesër ishin edhe për tim madh. U dënua. Nëna juaj quhej Shpresa? Po. Çfarë i ndodhi? Çfarë mendon se e bëri që të humbas shpresën deri në atë pikë sa të... Tani burin ja Pra dua edhe të di se si ka qenë nëna në ato momente nga pushkatimi e derisa mori vendimin për tu vetë vrarë. Nuk qanin në sy tim. Nuk qanin. Nuk e përmendnin fare në sy tim asnjë gjë dhe ajo i shkruante vetëm. Pa e parë unë. Nuk e di, gjyshja nuk më thënë që e kam parë të shkruaj, po unë nuk e kam parë që të shkruante. E kuptuat që do duhej të vazhdoni jetën tuaj në Spaç? Spaç kam qenë 7 vjet e 4 muaj. Jam liruar në 19 tetor të 82-shit. Ishte një si furgon që ishte i mbyllur, kishte një derë këtu që në futeshim ne dhe kishte vetëm një vrim atje lart. Natyrisht edhe vrima ishte mbuluar se ishte vetëm për ajrim. Dhe ishim të lidhur që të tërë me njëri tjetrin dhe një rrugë gjatë kishim një gomë që ishte gomë e makinës, atje ishim ullur dhe rruga shumë e keqe
Se tani më mbas e kam parë, atëherë se nuk e kisha parë, po tani e kam parë se çfarë rrugë është. Edhe na çuan në Spar, na zhveshën, na dhanë rrobat e tjera, na vajtëm në vëm dushin. Edhe dolëm për jashtë, filluam ata që ishin të interesuar erdhën na takuan. Edhe erdhi që u bë dhe shoku im i ngushtë, Nazmi Veshi nga Konispoli, që e kishte edhe baban në burg. Sulo Veshin e kishte në burg në Burel në atë kohë. Se Sulo në ridënuan. A kishit frikë ju në atë periudhë që të burgosurit në fakt në Spaç mund të ishte një si thua bashkëpunëtor i sistemit? Sa duhesh. Pa e sa. Shqipëria edhe vendet komuniste kanë qenë fabrikë spionësh, fabrikë të shkëlqyer. Po nuk shoqëroheshim me shumë njerëz. Unë kam pasur, si thuash, disa rrëfime dëshmitarësh që kanë qenë aty, kam realizuar disa reportazhe, një terren i vështirë, miniera, të gjithë vuajtjet që tregojnë aty, unë edhe ti imagjinoj, nuk mund të imagjinoj se unë ja u tregoj fëmijëve të gjitha gjërat, por nuk mund të imagjinoj. Nuk mund të imagjinoj. Gjyshe është gëdhir një natë atje. Kishin një dhomë atje që ishte plot me minj, se si është gëdhir nuk e di unë. Se si është gëdhir atje, se ishte shumë vonë kur erdhi, ishte 15 janar. Erdhi në janar, i thashë nuk do vish më kurrë më në dimër. Dhe ajo ishte kthyer paralel me tokën, e gjërat i tërhiqte. Me një bastun dhe i tërhiqte, se nuk i mbante dot. Por drejtojet e hekurat, edhe kush e di sa dhimbje do kishte që drejtojet e hekurat, dhe nuk i hiqte duart atje derisa unë të zhdukesh, të kaloj një derën e të futesha në kam. Unë nuk e dija që ishte në atë gjendje, se do t'ja kisha prerë, nuk do vish më. Mendon se do të dëgjonte ja? Po më dëgjoj në fund, se edhe gjendje e saj ashtu ishte, kur ishte viti fundit, unë i thash do lirohem, ti s'ke pse vjen, do vje unë në shtëpi, nuk e dija që do lirohesh apo jo, po. Si ishte koncepti i lirisë së Raimondit në kushtet e mbjetesës, në kushtet e Spaçit, dhe çfarë ndodhi realisht që të bëri të besoje që mund të ikje nga ky vend? Ajo... Si e perceptoje lirinë, domethënë? Po, liria perceptoje kështu në burg. Perceptoje që në çdo fest që kishin ata 11 janari me radhë derisa vinte 28-29 nëntori, do lirohemi, do ketë amnesti, që kishte 20 vjet që nuk kishin bërë amnesti. Dhe të gjithë thoshin që do ketë amnesti. Gjithë e kishin mendjen për të dalë, gjithë e kishin mendjen se do lirohesh. Ky është koncepti i lirisë. Kurse unë nuk e prisja që do lirohesh. Sepse atje kishin një zakon që ditën e fundit, kur dinjet e derat, vinin hekurat, çonin rëshen, çonin gjyq, t'jepnin 10 vjet tjera dhe të sillnin prapë në Spaç. Në 19 tetor të 82-shit, unë do lirohesh. Dhe edhe kur kam trokitur në derë të nesme në mëngjes, ajo pyeti kush është. Mondi. Cili Mondi? Nipi jotmi, thashur. Vërtiti hapi derën, edhe i tha dhe gjyshit që erdhi djali, tha, futa unë brotët pasaj. Për qafuam, ashtu. Ky është koncepti i parë i lirisë tuaj. Nuk arrita. Ta shijoja lirin, atë palo liri që kishte në kohën e komunizmit. Pas 11 muaj gjysmë më internua. Më thriti një nga ata nën kryetar të Këshillit, isha duke ikun punë, më thriti shkon në zyrën e Këshillit, aty erdhi ai
shefi zbatim vendimeve penale, po në shtëpi dhe i thuaj dhe pleqve që të vinë me ty. Sa vajta unë i thash që po më internonin dhe i thash nuk do vini. Jo, tha gjyshja, unë nuk rrimë pa ty, tha. Tha gjyshi nuk kemi ku shkojmë ne, tha. Gjyshi ishte 91 vjeç dhe kishte thyer këmbën kur e solli ajo në Spaç për të takuar mua. Dhe gjyshi ishte ulur në divan atje. Edhe filloi po qante dhe tha, unë nuk u ngopa me djalin. Dhe kjo ishte hera e fundit që unë e pash gjyshi, se pashme. Me pashme gjyshi. Ishte 5 vjetë, se nuk të internonin më shumë. Kur mbusha 5 vjetë, më dhanë dhe një 5 vjetë që tjetër. Në mars të 89-ës më kanë demaskuar. Bërë mbledhje dhe më demaskuar. Dhe kërkonin që unë t'i pranoja ato, se polici ishte përjashtë për të më arrestuar. Unë nuk pranova. Akuzat ishin gjithkohës agitacion dhe propagandë, pra shtohej gjatë gjithë kohës si shtohej dënimi. Pra arsyetimi i tyre ishte gjithmonë propaganda. Po, atje asnjë akuzë tjetër. Po asnjëri s'm kishte akuzuar në fshat. Më vonë në demokraci jeni përballur me këta njerëz, kërkoni ca të vërteta ose në një farë mënyrë. Në demokraci ishte me Edmond Meçi. Me të tjerë me këtë përballesha me prokurorin. Prokurorin i biri që kishte një djalë shumë të mirë ai prokurori. Edhe i vdiqi i pari, i vdiqi shumë shpejt. I bajti e pyeti baban ku është pushkatuar filani, dhe ai e gënjeu e i tha në një vend tjetër që bëshin pushkatime, që ishte një 3 orë larg nga vendi ku është, ku megjithmonë është pushkatuar ai. Ai vend quhej Lisi Beçit. Kështu e kishte emrin. Ishte kufi me Elbasanin. Dhe ai e gënjeu. Edhe policin që ka hapur varrin, kur vajta i thash unë, më tha mua nuk di gjë, se di. 2 herë bile. I kam shkuar dhe një herë me kushëririn e tij dhe na tha të njëjtën përgjigje, nuk di gjë. Edhe pse nuk ma tregoi. Ka dhe një arsye. E kam marrë vesh më vonë. Sepse fjala e fundit e tim vllai që ja kërkoi prokurori ishte që kur isha 9 vjeç nuk më takuat me baban, as mua as njerëz të familjes, dhe tani që u dënova unë nuk më takuat me njerëz të familjes, dhe ju ktheu kokën nga skuadra pushkatimit dhe tha, afroni dhe qelloni. Ajo nuk ju pëlqeu fare sepse prisnin të kërkonte mëshirë. Edhe i ka parë në sy për më tepër duke. Natyrisht. Dhe me rregullore ishte që dhe mbasi pushkatohej, plumën e fundit do ta jepte prokurori. Edmond Meçi mori një gur dhe ja hodhi në kokë dhe i prishi kafkën që nuk kishte nevojë prokurori që të qellonte. E njëjta gjë me baban, 28 korrik 60. Zyrtarisht quhet i pushkatuar në 30 ose 31 maj, se nuk janë të qarta ato gjërat. Dhe që regjistrimi në gjendjen civile i tij mati është bërë në 1965. Nuk ka pasur as proces verbal pushkatim për baban, se nuk e pushkatuan baban. E mbajten ilegalisht dhe 1 muaj në Biruc, dhe pas 1 muaj e çuan tek vila e Beut në atje dhe e vranë duke rrahur. Pra nuk ka qenë një pushkatim po. E hodhën në Linz, e barosën në Linz atje, në një vend që nuk e dinin ata që shkuan, e dinte vetëm shoferi i atij Mjallajziçishti dhe Mjallajziçishti e dinte vendin ku ishte tamam. Tani ka ata më mbas, se në 83-shin, dikush që ka punuar me timat dhe që njite, ka shkruar një letër dullës duke i thënë që filanin e kam parë në Patos, kam parë. Dhe ky, si paranojak që ishte, direkt thret e Kuranisajnë, i thotë, të më gjeni ku është vari të Mesejkos. E ata shkuan, gërmuan, kanë bërë harta që janë në dosje, kanë bërë harta dhe autoritetit të dosjeve ka marrë rreth 800.000 euro për të gjetur eshtra dhe ka 3 vjet që vjen vërdall dhe nuk ka bërë asnjë kërkim.
Janë rreth 600.000 të zhdukur, është ndryshuar ligji për gërmimin, pra një proces i gjatë qeveritar i pa bazë për të gjetur ato që... Siç nuk duan siç e kanë falur Çamrinë të tjera dhe të E besoj plotësisht që edhe këtë punë nuk duan të gjenden, nuk kanë dashur që ditën e parë, që në 22 mars të 92-shit. Unë mendoj që neve ende nuk kemi bërë këtë procesim të asaj çka ka ndodhur me fatet e atyre njerëzve që u dënuan në komunizëm dhe shtetit në vetvete. Ajo që i ndodhi shqiptarëve të Çamrisë, masakrat, gjenocidi, pa diskutim eksodi edhe i vazhdueshëm edhe më herët, po marrim 1944-ën, është ende një plagë e hapur, nuk është kërkuar falje nga si thua shteti grek, pra është një debat shter. Është e njëjta situatë, pra ne nuk kemi një diskutim të hapur mes njëri tjetrit, nuk kemi njerëz që kërkojnë falje. Në këtë këndvështrim, familja juaj, si thua, duket sikur përjeton të dyja dramat dhe gjithmonë qëndron me këtë heshtjen. Babai im është i dënuar. Dhe në këtë moment që flasim është i falur teorikisht nga Kuvendi Popullor, po për mënyrat e sjelljes e tjera është i dënuar. Vazhdon të jetë i dënuar. Babai im, xhaxhai, vllai e tjera. Çfarë ndodh me neve që nuk përballemi me të shkuarën? Po ta nisim me Greqinë, njerëzit, populli nuk mund të bëjë asnjë gjë, por nuk bëri gjë qeveria. Qeveria vazhdon atë që ja la gjyshi ose babai tyre shpirtëror, atyre udhëzëve që janë në Shqipëri. Ja u lai që e kishte shitur Greqinë dhe atë Çamrinë te Greqia dhe vazhdon shitja e Çamrisë. Dhe në të njëjtën kohë, grekët vazhdojnë akoma me Vorjo Epirin, e ne nuk ju themi asnjë gjë dhe vëmë dhe monumente të babait të Mitsotakis që tani në Dropë. Edhe kur u pyet, para ca kohë u pyet kryeministri, tha nuk ekzistoni, tha asaj. Më thënë, emrin e Çamrisë nuk e zën qeveritarët shqiptar me gojë. Sepse ashtu ja u kanë lënë baballarët e tyre dhe babai shpirtëror i tyre. Të dyja palëve, bile Driteroj ka atë shprehjen e famshme që të gjitha partitë në Shqipëri dolën nga mitër përgjakur e Partisë Punës. I vetmi shtetar në Shqipëri që i ka bërë, si ta them, atë bllokun grekëve ishte Zogu. Ata i thanë duam të hapë shkolla në Dropë. Ky i tha, unë hapë shkolla në Dropë, po duhet të hapë shtim përpara atje në Filat. Në kohën kur ne quheshim turq, të hapeshin shkolla shqipe. Ata i hapën 10 shkolla shqipe atëherë, dhe mbas 10 muajve i mbyllën dhe thanë ishte gabimi më i madh që kemi bërë. Sepse pranuam zyrtarisht që atje ishin shqiptar dhe jo turq. Kurse Dulla, që në 24-ën e shiti Çamrinë. Në atë kohë kur i kërkohej nga Regjo Plaku, nga të tjerët që të futeshin partizanët për të mbrojtur Çamët po vinin këtej, ai tha jo, nuk do futen. Ai e shiti. Dhe ndihma tjetër që ju dha ai ishte që nuk e di mirë 52-shin apo 53-shin, kur ja u kanë hequr pasaportat greke dhe ju dhanë pasaportat shqiptare, ishte një ndihmë e madhe që i bënte grekut. Ju besoj e keni vizituar shtëpinë tuaj në Filat, çfarë ndjesie ju ka dhënë? Më së fundi vjet në Korit. Çfarë ndjesie ju ka lënë? Më kujtuan gjithë ato që kishim lexuar tani nga fundi, që ajo shtëpi e gjyshit tim u bë shkolla e parë shqipe në Filat. Se gjyshi im e hapi shkollën e parë në Filat dhe krijoi atë klubin Vllazëria Çame në Filat dhe ishte ai kryetari i parë. Edhe gjyshi përmendet vetëm për një sekond te ky libri i Kristof Rashrit, vetëm për një sekond që krijoi klubin Çame, atë klub Vllazëria Çame, dhe nuk përmendet fare që e hapi shkollën shqipe në shtëpi të tij.
në kohën kur turqit nuk lejonin të hapeshin shkolla. Ajo ishte vinje veten tënde në rrezik duke hapur atë shkollë. Dhe ai hapi. Çfarë ndjesie ju dha shtëpia në Filat kur e vizituat? Ishte shkatruar, ishte rënuar, ishte e banuar, sepse ato shtëpit kanë fate të ndryshme. Boll që ishte në këmbë. Ishte në. Unë pas shtëpinë ku kishte jetuar gjyshi im, ku kishin lindur xhaxhallar dhe hallat e mia, mbase vitin tjetër nëse do vi në mars, do mundohem të gjej njerëz të shkoj prapë. Jo vetëm për shtëpinë e gjyshit, po të vizitoj tërë Çamërinë. Bile ka një gjë të bukur me Timbir. Do lozim me, do themi, gërmën e parë dhe të fundit të një qyteti dhe kush ta gjej. Edhe nga fundi ky thot fillon me F dhe mbaron me I. Fievi. Jo, nuk e gjetet, jo. Filati. Ma mori mendja që ishte Filati. Filati. Edhe ndërtua tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë jeni gjysh, u martuat, po me një dëm të keqe, me një biografi të keqe. Çfarë ndodhi, si e gjetët njëri tjetrin? Tani unë nuk si e pranuat njëri tjetrin? Nuk desha të martohesh. Unë desha të iki. Unë njohem rastësisht me Ylkën, edhe vazhduam. Po mendja ime bile ja thash një ditë, unë dua të iki, nuk e kam mendjen për këtu. Dua të iki. Çfarë viti ishte? Viti 91. Po ajo nguli këmbë. Fëmijët e tu quhen? Teme, si babaj, Shpresa si mamaja dhe Didar si gjyshi. Dhe nipi ka emrin Dorian Sokol, ka 2 emra. Dorian Sokol. Edhe të vllait tuaj. Në kushte lufte gjithmonë ka pasur një farë shprese, ka gjithmonë fëmijë që lindin, ka gjithmonë një motiv për ta vazhduar jetën, gjithmonë e gjen njeriu një motiv. Çfarë ju bënte ju të vazhdonit, mos e humbisnit mendjen, do me thënë nëse unë sot kaloj një situatë vështirë, çfarë do më thonit mua, që të mos dorëzohem? Mua dhe gjithë të rinjve shqiptar. Që të vrasësh veten është sa kollaj, aq e vështirë. Shumë. Shumë e vështirë. Dhe nuk bëhet ajo në asnjëherë, po mendimi që një ditë do lirohem edhe mbase do martohem, do vë emrat e babait e fëmijëve siç ndodhi. Edhe urrejti. Jo për njerëz. Po diskutim jo për njerëzit. Do doje të ishte ndryshe. Gjëja e mirë që bën ata ishte që më arrestuan. Nuk e di çfarë. Nuk e imagjinoj dot se çfarë mund të bëja, po të mos më kishin arrestuar. Nuk do të ishte jeta kështu. Nuk do të ishit në Amerikë duke përqafuar niprit tuaj, nuk do të shkonit në Filat të vizitonit ato trojet bashkë me ta, nuk do të udhtonit për të bërë pushime të bukura, jeta pa diskutim që vazhdon dhe mua më vjen shumë mirë që ju kisha këtu për të rrëfyer pikërisht të histori dhe edhe një herë më fal nëse të kam rikthyer në momente që faleminderit Thesër, e kënaqësi. Kjo është jeta ime, thash dhe që parë, edhe pse kanë kaluar shumë vjet, nuk fle gjumë, unë maksimumi 4 orë gjumë fle më. Faleminderit vërtet shumë edhe falenderoj të gjithë shikuesit e Çamikov, një kryes diskutimi e vështirë për mua, për Raimondin, pa diskutim, po një histori që duhet treguar me të gjitha të vërtetat,
brenda dosjes dhe jashtë dosjes. Faleminderit që na ndoqët, shihemi të premten tjetër në orën 20:00.